Përshëndetje. Atëherë, çfarë është konkretisht dhe a është ky virus që po shpërndahet masivisht në platformën WhatsApp i rrezikshëm në rast se klikohet dhe çfarë pasojash mund të kemë unë apo cili do qytetar? Kemi të bëjmë me një fushat phishing, pra peshkim, le të themi, për të përshkuar viktima në Shqipëri, por një fushat që janë fushatat të ngjashme në gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe në Amerikë. AKSK-ja ka bërë një shpjegim shtërrues dhe i përgëzoj për reagimin e shpejtë dhe për informimin e qytetarëve. Klikimi i linkut në vetvete nuk sjell probleme, pra nuk është se do hakeroheni nëse ju keni thjesht klikuar linkun. Është një proces më i gjatë se ky. Pasi klikohet linku, ju dhe votoni, pra se kemi të bëjmë për një poll online, dhe votoni, do ju kërkohet vendosni numrin e telefonit. Nëse ju vendosni numrin e telefonit dhe vazhdoni me procedurën që hakerat ju kërkojnë, atëherë ato mund të marrin kontrollin e WhatsApp-it tuaj. Kjo është një mënyrë, kur them kontrollin, në të njëjtën mënyrë sikurse ne hapim WhatsApp-in përveç se në telefon e hapim në tablet ose në kompjuter, duke bërë një link device. Pra në momentin që ne çojmë procedurën deri në fund, WhatsApp-i jon bëhet linked me një pajisje tjetër, me një server tjetër, ku keqbërësit mund të përdorin për dy mënyra të ndryshme ose edhe tre. Mënyra e parë është downloadimi i dokumentave, fotove, bisedave e tjerë që ne kemi pasur në WhatsApp për të përdorur. Marrin gjithçka. Çdo gjë që kemi në WhatsApp, jo në telefon, thjesht në WhatsApp, dhe me këto informacione mund të na shantazhojnë. E dyta mund të jetë nisja bisedave me persona të afërm që ne keni në WhatsApp, duke bërë një bisedim shumë të besueshëm. Tani imagjinoni WhatsApp-i im është hakeruar, ne të dy flasim dhe nëse unë do ju dërgoj diçka, mund të jetë një virus ose mund t'ju kërkoj një ndihmë monetar ose gjëra të ngjashme, ju jeni predispozuar për të besuar sepse është i njëjti chat, i njëjti WhatsApp që ne kemi komunikuar për intervistat në studio. Dhe e treta mund të jetë vendosja e viruseve në WhatsApp në mënyrë që ju nëse i downloadoni, ato do instalohen në pajisjet tuaj, qoftë kjo telefon, tablet apo kompjuter. Nëse ka ndodhur, pra nëse qytetarët e kanë çuar procesin deri në fund, edhe sipas deklaratave të AKSK-s, ku e shpjegojnë shumë mirë çfarë duhet të bëjmë, duhet të futemi tek pjesa e settings në telefon, tek WhatsApp-i, dhe tek pjesa settings kemi link devices. Momentin që klikojmë link devices, për shembull nëse unë klikoj pjesën e link devices, mund ta shikoni që kam një device linked me WhatsApp-in tim. Dhe ky device është kompjuteri im, po të lexohet del macOS, pra është kompjuteri që unë përdor. Të njëjtën gjë duhet bëjnë dhe qytetarët për të shikuar nëse WhatsApp-i i tyre është i lidhur me një pajisje që ato nuk i njohin apo jo. Dhe në momentin që e shikojnë, do ju jap në çfarë vendit është i lidhur dhe kur është lidhur për herë të fundit dhe ka një opsion logout. Në momentin që bëjnë logout, hakerat dalin nga WhatsApp-i juaj dhe nuk kanë më akses. Por do ishte mirë që të bënin edhe një denoncim sepse duke qenë se kanë qenë në WhatsApp, mund të marrin informacione nga më të ndryshmet, siç e thash më përpara, nga dokumentet tek mesazhet, nga fotot tek videot. Dhe diçka doja të këshilloja, personat që kanë rënë prej në asnjë mënyrë nuk duhet të bien prej shantazheve. Pra duke qenë se ju janë marrë materialet, ju siguroj që me numrat e tjera ose me metodat e tjera, këto keqbërës do tentojnë t'i kontaktojnë duke i shantazhuar që nëse nuk paguajnë X ose Y shumë të caktuar në kriptovaluta ose në llogari bankare në shtete të çuditshme, do i bëjnë publike materialet. Dhe nëse do pagoni, përsëri ju siguroj që ato do vinë me një shumë më të madhe. Kështu që mos bini prej shantazheve, por bëni denoncimin.